Është e vështirë të krijohet një qeveri teknike nëse nuk ke kauza, nuk ngren kauzën dhe alternativën e zgjidhjes. Problemi është se të kërkosh duhet të dish edhe rrugën dhe mënyrën për ta kërkuar. Kryesisht në 35 vjet partitë politike nuk kanë prodhuar ndonjëherë ndonjë klim për të pasur qeveri teknike. Gjithmonë kalimi i pushteteve në partitë në Shqipëri për 35 vjet janë bërë vetëm nëpërmjet zgjedhjeve. Kështu që vetmja mënyrë është zgjedhjet. Mënyra për të kërkuar qeveri teknike apo për të rrëzuar një qeveri aktuale qoftë kushdo qoftë, është vetëm një revolt popullore e drejtuar nga populli, po kryesisht duhet fatkeqësisht ne nuk e kemi, që drejtohet nga sindikatët. Për sa kohë partitë politike vazhdojnë me revolta e me protesta, nuk ka për të prodhuar absolutisht asgjë, sepse kështu ka ndodhur në 35 vjet dhe nuk mund të ndryshojë situata.